Zonja e zotri, përshëndetje sa s'ka. Mirë se vini një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube me ditarin tim. Ç'është ky zë që do dëgjoni tani? Ky zë i bukur që vjen nga thellësirat e TikTokut. Andi, si kalova? Po, një vend tani nga biku si thua, bot as bot. Kush është personazhi që don të hyjë në Big Brother dhe kërkon ndihmën e një personi me emrin Andi? Kush është ky Andi dhe si do e fusin në Big Brother? Në Big Brother VIP Albania. Po ndërkohë, çfarë bëhet me Linda Rein, e cila sapo doli nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova? Dolce iku në Itali, po vetëm kaq, sikur u la një punë për gjysmë. Pikërisht për këto dhe për disa gjëra të tjera, do të flasim të Olti Curi TV. Kjo është sigla ime modeste për emisionin tim shumë modest, por që kam shumë falenderime për të gjithë ata të cilët kur shëtisin në YouTube dhe i del përpara surati im, atëherë ndalojnë dhe thojnë prit një herë çka ka për thënë ky boli sot dhe e dëgjojnë. Faleminderit shumë edhe për ata të cilët mbeten në kanalin tim duke bërë subscribe. Duhet si një fjalë e rëndë si ilaç, subscribe, si smundje, por është mënyra për të thënë regjistrohu në një kanal të YouTube-it. Kush është ky zë? Kush është ky zë dhe çfarë thot mesazhi i përgjuar, i regjistruar në mënyrë të plot? Ju keni dëshirë për ta dëgjuar? Kam përshtypjen se zërin do e dëgjoni e do e njihni më një herë, por ne do ta analizojmë për të parë se si e ka halin, çfarë e lidh Big Brother VIP Albania me këtë personazh dhe pse do të jetë aty. Andi, si kalova? Po, një vend tani nga biku si thua, bot as bot. Jam gjithë kjo influencer, gjithë kjo fam, gjithë kjo audiencë. Si nuk ma varë njëri një mure. Ti ke njohje nga tëra anët, kështu që unë kam shpresa që ti do bësh diçka për mua. Okej? Pres përgjigje. Bye bye. Mua. Besoj se e njohë të gjithë. Unë e njoha me të parën. Bëhet fjalë për Suada Muçën, personazhin e TikTokut, e cila prej shumë kohësh është bërë një personazh trash i TikTokut. Nga ana tjetër, duhet thënë se TikToku formulën pak a shumë e ka kështu. Sa më shumë të shtyesh, sa më shumë të bësh çmenduri, sa më shumë të shkosh drejt asaj që nuk lejohet apo nuk është etike, aq më shumë klikime merr mbrapsh. Dhe ky është kthyer në një lifestyle, jo vetëm për Suadën, por për shumë njerëz të tjerë, aty të cilët qëndrojnë gjatë gjithë kohës në TikTok dhe platforma i shpërblen me para. Madje Suada bën një jetë që nuk e ka pas bërë vite më parë, sepse është gjithmonë në avion, gjithmonë e shëtitur, e veshur branduar dhe jeton midis Dubai dhe Italis, vendin e saj ku ka edhe 2 fëmijët për të rritur. Suada Muça ka vendosur, e dëgjuat vetë nga audio që a dërgonte një person me emrin Andi. Andi si bëhet për të hyrë në Big Brother VIP Albania, sepse Big Brother VIP Albania është vendi që meriton Suada, sepse tha jam e famshme, bëj skupe, kam klikime, jam në kulmin e famës e kudo tjetër. Po pse jo në Big Brother VIP Kosova? Mosvall ka tentuar në Big Brother VIP Kosova dhe nuk e kanë pranuar? Mos ndoshta Suada nuk është ajo që kërkohet nga një reality show? A ka ardhur koha që personazhet e TikTokut, le themi ato më të diskutuar ndonjëherë edhe shpesh herë edhe për keq, tashmë të dalin në ekran dhe të shfaqen në ekrane të rëndësishëm, siç është ai Klan Kosovës, apo i Top Channel, Art Motion apo Digitalbit. Kjo është një pyetje e madhe dhe kjo është një gjë që ndan opinionin publik dhe kam përshtypjen se më shumë do të mbledhi jo se sa po. Megjithatë, kush jemi ne për të paragjykuar? Ne jemi konsumator, shikues të formateve reality show. Suada Muça i drejton këtë mesazh kujt? Andit. Andi Vrapit, gazetarit, opinionistit Andi Vrapi. Isha me të në tavolinë dhe tha ju nuk e merrni dot në mend, ishin dhe me gazetarë të tjerë, se kush më ka shkruar dhe kush është e bindur që Big Brother VIP Albania duhet ketë patjetër praninë e saj. Ne kemi dëgjuar që në Big Brother ka emra që shkojnë që nga
që nga pjesëtar të West Side Families, nuk e di nëse do t'jetë Miri apo Landi, deri tek Angela Martini, është folur shumë për emrat opinionistëve, është folur shumë për emrat prezantuesve, të këngëtarëve të cilët mendohet se do t'jenë pjesë të Big Brother VIP Albanias. Por nuk e kishte menduar kur që një emër që do diskutoj ishte ai i Suada Muçës. Çfarë ka lënë Suada pa bërë në TikTok që i ka ngelur pishman Big Brother VIP Albania? Unë këtë nuk e kuptova, sepse Suada mendoj se i ka bërë të gjitha. Unë mendoj se në TikTok Suada i ka bërë të gjitha. Çfarë i ka mbetur Suadës për të bërë që thot patjetër jam në kulmin tim dhe dua të jem në Big Brother VIP Albania? Nuk e di pse i ka shkruar Andi Vrapit, nuk e di çfarë force ka Andi Vrapi mbi Bigun e Shqipërisë, Big Brother VIP Albania. Ndoshta i po merret me rekrutimet dhe ne nuk e dim. Bravo i qoftë, e ka mbajtur gojën mbyllur dhe mirë e ka bërë, se po të më thonte listën me emra, unë do ja nxirrja direkte, po me sa di unë jo, nuk është duke punuar me stafin e Big Brother VIP Albania. Megjithatë, Suada Muça është mbushur mendja që këtë punë e mbyll vetëm Andi Vrapi. Kjo ishte ajo që dëgjuam nga Suada. Tani filloni mendoni pak. A na duhet Suada në ekran 24 orë në 24, apo e kemi mjaftueshëm në TikTok dhe le të rinë në TikTok dhe mos të hyjë në Big Brother? Çfarë mund bëj Suada më shumë në Big Brother? Po sigur në Big Brother të bëj të kundërtën e asaj që bën në TikTok, pra të flas me edukat, të zgjohet në mëngjes, të bëj punët e shtëpisë, të përgatis mëngjesin për gjithë banorët, të hapi librat, të lexoj, të mësoj një gjuhë huaj, të vallëzoj, të filloj dietën, të filloj palestrën, Të mos merret me ato gjëra që është marrë në TikTok me sharje, ofendime, pornollëqe, gjëra të tilla si këto? Imagjinoni pak Suada Muça në Big Brother VIP Albania në rolin e një shenjtore. Kjo ishte historia tjetër është historia e parë. Historia tjetër është e Linda Rei, e cila sapo doli nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Nga mediat dhe miq që kam në mediat në Kosovë, mësoj se është dërguar një email për rastin e Linda Rei, kompanisë Banijay, që është edhe kompania nën e formatit Big Brother VIP. Është njoftuar kjo kompani për padrejtësi sipas gazetarëve kosovar që janë bërë Linda Rei, sepse është smur me diabet dhe i ka munguar aparati që duhet qëndrojë në trupin e saj, sepse nuk kanë gjetur një të favorshëm që të jetë një aparat i lidhur me një aparat tjetër që mos jetë telefon. Pra sepse ky aparati që përdoret zakonisht për diabetikët lidhet me telefonin, por telefoni aty brenda rregulli e do që të mos përdoret, dhe Linda Rei ka thënë që më ka rrezikuar jeta. Pikërisht për këtë është njoftuar Banijay, i cili nga ana vet ka dhënë deklarat në email, është zyrtare dhe ka thënë se do të merret seriozisht me rastin e Linda Rei. Nuk e di çfarë do të ketë, një penalizim apo jo nga kompania nën për Big Brother VIP Kosova, por nga informacionet që më vijnë nga mediat kosovare, shumë shpejt ky lajm do të bëhet publik dhe do të sqarohet edhe një herë tjetër gjithë situata me Linda Rei, sipas të cilëve mësohet se shëndeti i saj ka qenë në rrezik. Sepse duke ditur llojin e sëmundjes, Linda Rei është një nga ato persona të cilët duhet të asistohet në mënyrë elektronike nga një aparat që mat nivelin e gjakut gjatë gjithë kohës në trup, dhe ky pasqyrohet më pas, ky aparat i krahut lidhet me një të dorës që është në formë telefoni. Por telefoni aty nuk lejohet, por nuk pas ka një aparat tjetër që të përdoret dhe të japi informacion mbi shëndetin e Linda Rei, mbi sheqerin e gjak, që në qoftë se është shumë i ulët apo shumë i lartë, atëherë të merren masa në mënyrë mjekësore. Kjo do sqaruar dhe është një përgjegjësi shumë e madhe për çdo lloj produksioni kur brenda në staf është një person me probleme shëndetësore. Kjo ishte historia e dytë. Historia e tretë është shkëmbimi me Grande Fratello në Itali. U tha që do të ketë një shkëmbim, kujdes, fjala shkëmbim. Pra, një banor do t'ikin nga Kosova në Itali dhe shkëmbimi është kur çon një dhe merr një. Kur çon vetëm një, bie që kemi dërguar një banor. Deri tani u mësua që do të jetë dolçe, banorja që do të iki nga Big Brother VIP Kosova dhe do të qëndrojë plot një javë në Grande Fratello në Itali, duke qenë se është një vajzë që e njeh mirë gjuhën italiane dhe ka jetuar dhe më duket se është lindur në Itali, përveç se ka jetuar shumë vite në qytetin e Romës, në kryeqytetin italian Roma. Problemi është tani që Alaudini tha që do të kemi një shkëmbim banorësh. Mos ndoshta kjo do ndodhi në mënyrë të dytë
apo ishte një nxitim dhe nuk do të ketë shkëmbim. Thjesht, Grande Fratello në Itali është treguar bujar dhe ka pranuar që një personazh nga Shqipëria të shkojë dhe të qëndrojë një javë si vizitor në Grande Fratello, që është drejt fundit si spektakël, sepse ka filluar muaj më parë. Kjo është për të parë, por në qoftë se do të vinte një personazh nga Italia në Kosovë, çfarë gjuhë do fliste? Atje me sa diu nuk ka si konkurrent që flet gjuhën shqipe. Megjithatë, nuk duhet thënë gjë, sepse aty është një vajzë e cila është rumune, nuk flet mirë, thotë që flet 5 gjuhë, por nuk flet asnjë sallam. Flet i çik rumanisht, çik italisht, i çik anglisht, i çik shqip dhe prap po merren vesh banorët me njëri tjetrin. Ndoshta ky është rasti, edhe nëse aty vjen një banor italian, me gishta, me duar, me letra, pa letra, mund të merren vesh me njëri tjetrin për bukuri.